Bubu, Lolo dhe Kiko ndezën të qeshurat në teatrin e Korçës. Shfaqja për fëmijë u ngjit në skenën e teatrit Çajupi, duke sjellë një mbrëmje plot humor, energji dhe argëtim për voglushët e grup moshave të ndryshme. Të veshur si kloun, personazhe të dashur për fëmijë përsollën situata komike, skeçe aktuale e dialog plot ironi, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe gazmore në sallë. Reagimet spontane, qeshura dhe duartrokitjet e publikut të vogël dëshmuan edhe një herë dashurinë për artin dhe humorin. Atmosfera festive u pasurua edhe nga performanca e kërcimtarëve të vegjël, të cilët shtuan ritëm dhe ngjyra në shfaqje. Salla ishte mbushur plot, ndërsa interesi i publikut konfirmoi rëndësinë e aktiviteteve kulturore për fëmijë në jetën artistike të Korçës. Shfaqja Bubu, Lolo dhe Kiko do të vijojë të jepet në teatrin Çajupi edhe në datat 10 e 11 shkurt, duke ftuar sërish familjet korçare të përjetojnë humor dhe argëtim në skenë.